Prokuroria e Shkodrës ka nisur hetimet lidhur me ngjarjen e shtetasit Mirel Çoka, i cili u gjeti pa jetë në një humner në malet e Kelmendit në Malësi të Madhe. Fillimisht policia e cilësoi ngjarjen si një rrëzim aksidental, por pas dyshimeve të ngritura nga familjarët e të afërmit, çështja nuk është pushuar dhe hetimet po zhvillohen për veprën penale, shkaktimi vetvrasjes me mundësi rishikimi të mëtejshëm. Sipas burimeve pranë hetimit, personi që ngriti dyshimet për një vrasje të mundshme ishte Rifat Çokaj, i afërm i viktimës, aktualisht rezident në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çokaj ish punonjës policie që ka mbajtur poste të rëndësishme më herët vuri në lëvizje autoritetet e Malësisë së Madhe, duke kërkuar rihetim të rastit për mospërputhjet konstatuara në versionin fillestar të ngjarjes. Ngjarja ndodhi me 18 shtator 2025, kur policia mori njoftimin se një person ishte rrëzuar në fshatin Kozhnjë të Malësisë së Madhe. Përmes dronit efektive konfirmuan se trupi pa jetë i përkiste 40 vjeçarit Mirel Çokaj. Pas 24 orësh, trupi u nxor nga humnera me ndihmën e helikopterit të forcave të armatosura. Familjarët e viktimës dyshojnë se bëhet fjalë për një vrasje të maskuar si aksident, pasi sipas tyre Çokaj ndolej në një parcel me kanabis rreth një orë larg vendit ku u gjet trupi. Ata pretendojnë se viktima e kishte parcelën bashkë me disa persona të tjerë dhe se konflikti për ndarjen e fitimit mund të ketë çuar në shtyrjen e tij drejt humnerës. Në parcelën ku dyshohet se punonte 40 vjeçari, policia gjeti dhe asgjësoi 780 bim kanabis sativa, duke konfirmuar se viktima kishte qenë në atë zonë pak para vdekjes. Dyshimet e familjarëve janë shtuar edhe për shkak se telefoni i viktimës nuk është gjetur. Ata mendojnë se personi apo personat përgjegjës mund ta kenë hedhur apo fshehur atë në mënyrë që të zhdukin provat. Po ashtu, sipas të afërmve, Mirel Çoka ishte planifikuar të kthehej 2 ditë më vonë, ndërsa ditën e ngjarjes kishte ndjekur një rrugë të pazakontë drejt parcelës. Aktualisht prokuroria e Shkodrës ka marrë në pyetje familjarët, personat e dyshuar nga të afërmit dhe dëshmitar që mund të kenë dieni. Hetimet po vijojnë për të zbardhur rrethanat e plota të vdekjes së 40 vjeçarit dhe për të përcaktuar nëse bëhet fjalë për një aksident, vetvrasje apo vrasje të qëllimshme.